Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahun e madhuar e falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Allahun e lutim që t'i bekon takimet tona, t'i bën të dobishme, të fritshme në dunja dhe shpërblira ditën e gjykimit. Allahun e fal mëkatet tona dhe lëshimet e na bashkoft me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në shokët e tij në xhenet. Jemi sonte, alhamdulillah, në takimin e radhës dhe jemi në 3 surët e fundit të Kur'anit, alhamdulillah, pas një udhëtimi tashmë gati 2 vjeçar në gjuzin amme. Kemi kaluar në surët të ndryshme të ndërruazër të këtij gjuzi dhe porositë e rëndësishme që dalin nga ky gjuz, ku kryesisht fokusi ka qenë në çështën e besimit. Prandaj gjithë ato tema që kemi marrë, trajtime, sqarime, pa dyshim se nuk është letë me i majtë men, nuk është letë me të kujtu të gjitha. Mirë për e që du të në metet, pa tjetër është madhërimi Allah në zemra tona, dhe gjithashtot nga e që du të me metet, pëse në fund do të bëjmë një rezume të këti gjuzi, me temat kryesore që duhet, do të t'i kemi parasysh, mirë po si një pregaditje për hyrje në surën sonte, e që du të në mbetet nga kjo udhëtim deri më tani dhe tutje deri në fund është kuptimi i temave madhore të boshtit, rreth të cilave sillet krejt angazhimi dhe preokupimi i muslimani. Kemi thënë shumë herë në këto takime të nderuar se një prej krizave që i kemi si besimtar dhe kriza që po shkaktojnë probleme të vazhdueshme dhe ngjeshje të vazhdueshme dhe pengesa të vazhdueshme për të ngritë në besimin tonë, në devotshmërinë tonë, në produktivitetin tonë, një nga këto kriza është edhe marrja me temat periferike në dëm të temave të boshtit dhe të epiqendrës. Dhe Kurani insiston vazhdueshëm në temat e epiqendrës, në temat e boshtit, që ato të jenë që e organizojnë edhe angazhimin tonë, edhe e ndërtojnë kuptimin tonë të drejtë të fesë Allahu te bareke ve teala. Surja që sonte do të flasim për të surja Al-Ikhlas, sikur që keni parasysh, pas surës Al-Masad, e njohur si surja Al-Ikhlas me shkrim në Kur'an, por në gjuhën e njerëzve muslimanëve si surja Kul huwallahu ahad. Të gjithë e dinë surën Kul huwallahu ahad, por pak e dinë si surja Al-Ikhlas. Andaj kanë pyet çka din nga Kur'ani, thotë e di Kul huwallahu ahad. Me thonë, a din surën Al-Ikhlas, thot nuk e di. Do më thonë, për shkak se surja Al-Ikhlas është ma pak e njohur se surja Kul huwallahu ahad. Emërtimi i surave është i rëndësishëm. Mirë për dietarët, sikur që e keni pas të njohur gjatë këtij udhëtimi, kanë emërtuar surat edhe në bazë të, më thonë, argumentit, dhe kjo është bazike dhe elementare, e nga një kanë emërtuar dhe në bazë të fillimit të surës. Andaj, ati fillim këmi thonë, surja amme yatesalun, surja Nebe, për shembull e ka dhe amin amme yatesalun. Edhe surja Al-Ikhlas e ka amin surja Kul huwallahu ahad, edhe pse në esencë të emërtimit e ka amin Al-Ikhlas. Kjo surë të nderuar vëllezër është surja e Mekës, si mas shumicës dërmuese të dietarëve. Kanë ardhur disa transmetime me kontestim mes në dietare për shkakun e zbritjes së kësaj sure, por si do qoftë, kjo sura ka ardhur si përgjigje për çështjet madhore të besimit. Andaj dietarët e konsiderojnë surën Al-Ikhlas si një sure e cila në formulim e shkurtër, por në domethënie shumë e thellë, shumë kuptim plotë, për faktin se kjo sure jep përgjigje adekuate, direkte dhe të qartë për të gjitha dilemat e besimit. Të gjitha grupacionet që kanë deviju brenda dhe jashtë islamit, përgjigjen e kanë të surja Al-Ikhlas. Diskutimi për Allahun te bareke ve teala për Zotin është i hershëm. Njerëzit që nga lashtësia në vazhdim kanë diskutuar për Allahun te bareke ve teala. Kush është Zoti, kush është Allahu, çu do këtë Zoti, a personifikohet Zoti, çfarë fuqie ka Zoti, a është i krijuar Zoti, e dilemat shumëta që njerëzit vazhdimsi kanë prodhuar nga mendja e tyre. Dhe sa njerëzit janë larguar nga fryma e shpalljes dhe nga udhëzimet e pejgamberëve, janë futur në errësira të ndryshme që shpeshherë edhe kanë deviju.
nga se drita e vetme ku mund të gjesh shpjegimin për besimin në Allahun te barekuhu teala, dhe ta kuptosh drejt kush është Allahu dhe çka nënkupton besimin të, është drita e shpalljes. Udhëzimi që me te kanë ardhur pejgambert Allahu te barekuhu teala. Çdo përpjekje tjetër, qoftë meditim, analizë, studim, diskutim, çka do qoftë që nuk shërbet me udhëzimet e shpalljes, nuk ka mundësi kurrën e kurrës me një Zotin që duhet. Edhe pikërisht për shkak se njerëzit nuk janë shërbim me udhëzimet e duhura, pastaj edhe janë përçarë. Edhe kanë vazhduar me u thollu përçare tek njerëzit, pikërisht për shkak të mos unifikimit në bazën e njohurive, në referencën e kërkuar për ta njohur Zotin te barekuhu teala. Allahu xhallahu ala ka krijuar njeriu dhe nuk ka përfundu këto kujdesi Allahut për njeriun. Por Allahu vazhdon me kujdes për njerin. E nëse Allahu është kujdes për njerin në pamjen e jashtme që duket një krijesë e bukur e privilegjuar, sikur Allahu thotë laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Njeriu e kemi krijuar në formën më të përsosur, më të bukur. Allahu është kujdesur edhe që gjitha ato që i duhen njeriu t'i ketë afër vetes tij, t'i ketë në shërbimin e tij. Të gjitha këto janë pjesë kujdesit Allahu xhallahu ala. Nëse Allahu është kujdes për çka që në udhëzimet e shpalljes llogaritet periferike, çështja materiales, çështja e trupit është periferike. Atëre çka të mëne për çështjen qendrore, që është zemra, shpirti i tij dhe lidhja me Zotin te barekuhu teala. E këtu Allah është kujdes për njerin, padyshim se po. Ka dërguar pejgamber, ka zbrit libra, e ka shpjeguar njerëzve kush është Allahu xhalla xhelaluhu, na ka nderuar me mundësinë me njoftë Allahun xhallahu ala në shpallje, me emra, cilësitë, veprat e tij, ta njohim mënyrën që Allah është i kënaqur për ta adhuruar, cili është ai adhurim që Allahu e pranon, që Allah i fal mëkatet, ai fal gjitha mëkatet, e dilemat shumëta që njeri kishte me bredh, sinqerisht në këtë dunja, sikur se shumë bredhin, sikur mos ishte shpallja. Prandaj shpallja mbetet, ka qenë dhe mbetet vazhdimsi, burimi i vetëm për njohjet e Allahut te barekuhu teala. Të gjitha burimet e tjera të njohurive, të ndërruar mund të jenë alternative, mund të jenë ndihmëse për ta njohur Allahun xhallahu ala, por gjithmonë të dominuar dhe të ndikuar nga burimi i shpalljes. Kush ka tentuar ndryshe me njohur Allahun xhallahu xhelalu, nuk ka shkuar larg rrugtimit i tij, ose ka përfunduar me mohim për shkak se ka qetë Zotin që ka kërku, ose ka përfunduar në zot që realisht ka qenë mashtrim dhe devim i shejtanit. Prandaj kur e njohim këtë histori të gjatë të kërkimit të Allahut te barekuhu teala dhe përpjekjes për me njohur Allahun xhallahu ala dhe huqive të shumta shekullore, dhe në fund t'i vjen e një Allahun xhallahu ala me një sure me 2 rreshta, mendoj që kjo vetvetiu, pa di çka ka kjo sure, është një privilegj, një nder dhe begati e madhe që Allahu na ka mësuar. Prandaj të ndërkohë kjo sure që në fillim shpërfaq begatinë e Allahut ndaj nesh. Që në fillim kjo sure tregon se sa është besimi në Allahun i mundshëm, sa është i lehtë dhe sa është i thellë. Në aspekt është i lehtë, por në aspekt është shumë i thellë. Kupton që realisht sado që tu thash brenda një urive për minjoftë Allahun xhallahu ala, gjithmonë mbetesh, domethënë, i mangët. Sa më tepër e një Allahun xhallahu xhelalu kupton dobësinë dhe mangësinë tënde. Ky është udhimi i këndshëm, i cili sado që thellohesh në një uri, Allahu ngritet e të zvoglohesh. Ç'kjo është udhimi i njohur? Ç'kjo është i kashmi? Ndërsa çdo udhim me njoft Allahun xhallahu ala, ku e ngrit njeriu e zvoglon Zotin, është udhim padyshim i dështuar. Çdo udhim që e bën Zotin si njeri, është udhim i dështuar. Gjitha këto dilema do t'i shpjegojmë inshallah, edhe do të dëshmojmë se surja Al-Ikhlas ka dhënë përgjigje për krejt diskutimet shekullore, edhe moderne, lidhe me besimin. Dhe kjo është një dëshmi shtesë të vëllezër, se Kurani ka mjaftueshëm argumente, jo vetëm fetare, po edhe shkencore, edhe logjike, për ta dëshmu saktësinë e besimit në Allahun dhe meritën që e ka vetëm ai për ta adhuruar xhalla xhelaluhu. Nga se disa njerëz mendojnë se Kurani ka argumente të natyrës fetare,
Ndërsa, kur bie fjala për argumente logjike, duhet na mi kërku dikun tjetër ato argumente logjike, apo që t'ja bashkangjesim, ose me një fjalë, t'i ndihmojmë argumenteve të shpalljes për shpjegimin e Allahut te barekuhu te ala dhe argumentimin për saktësinë e besimit të. Nuk është e vërtetë. Kurani ka argumente që i përshtatën, i japin përgjigje edhe gjendjes së besimtarit me iman, edhe atij që është pa iman, edhe ai që është i varfër në apo ka kërkesa mendja ti për me njoftë Allahun xhalla xhelalu, ka argumente, mendoj argumente që i përputhen mendjes, argumente emocionale, argumente racionale, argumente shkencore, të gjitha llojet e argumentimit që mund të përdoren për ta dëshmuar ekzistencën e Allahut xhallahu ala dhe se ai është i vetmi që meriton të adurohet, të gjitha këto argumente janë Kur'an. Nuk është e mundshme që Allahu xhallahu ala librin e fundit që ka zbrit me lënë të mangët në çështjen më madhore që ka ardhur me vërtetu. Pamundshme është. Çështja më madhore që Kurani ka me vërtetu është Zoti është krijuesi juaj, andaj ju duani atë madhuru. Ç'ka kjo është? Dhe me këtë ka filluar thirrja e parë kuranore, drejtuar krejt njerëzve. Ja ayuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju njerëz, adhuroni vetëm Zotin e juaj. Adhuroni vetëm Zotin, i cili ju krijoi juve dhe ata para juve. La'allakum tattaqun, që përmes ndjekjes së kësaj rruge të afroheni tek Allahu të devotshëm dhe të ruheni nga dënimi i Allahut te barekuhu te ala. Pastaj Allahu shkoqit dy lloj argumentesh që realisht e përmbajnë kuptimin e kësaj që thash dhe janë shtylla të kësaj kërkese. Adhuroni Allahun xhallahu ala. Çfarë janë këto dyja? Alladhi Allahu xhallahu ala thot ja'ala al-ardha alladhi khalaqa ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a binaan. Allah është që ka bërë tokën, të shtrirë, që letë me lëvizën të, letë me qarkullu, letë me punu, e ka bërë qilin kupoll, ka zbit nga qili shi për begati, e kështu më radhë. Kjo është pjesa materiale. Pastaj, wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina, fa'tu bi sura. Nëse dyshoni në fuqinë e kësaj shpallje dhe në mundësinë që ju mund bëni diçka të tillë, bëni një sure si ky. Fuqia e argumentimit tash me shpallje. Dyjat ka ardhur Allahu xhallahu ala. Edhe mi përmbush kërkesat e trupit e të shpirtit. Të dyjat në shërbim të adhurimit ndaj Allahut dhe në shtrimin ndaj Tij. Ç'kjo është Islami? Ç'kjo është feja jon? Andaj këtë kuptim e ka përmbledhur në mënyrë më të mrekullueshme dhe përmbajtësore dhe të përmbledhur surja El-Ikhlas. Për këtë arsye të ndërruar vëllezër, komenti i kësaj sure mund të ketë disa rrugtime, disa mënyra. Komenti i surës Ikhlas mund të bëhet për shembull koment fjalë për fjalë. Kul çka është Allah Ahad Samad lam yalid wa lam yulad. Kështu më radh koment. Edhe pse këtë duhet ta bëjmë. Dhe një koment tjetër që mund ta ndjekim në komentin e surës El-Ikhlas është komenti përmes shpërfaqjes së kuptimeve madhore dhe mesazheve të rëndësishme që dalin nga përmbajtja e surës El-Ikhlas. Prandaj do bëjmë të dyjat, por me fokus më të madh në dytën. Prandaj nuk do të ecën surën El-Ikhlas sikurse për surën Mesed, te bet çka është. Yada abi lahabin, çu kemi cek apo? Por kryesisht në kuptimin madhore. Nga se e rëndësishme është të kuptojmë me të vërtetë mesazhet e surës El-Ikhlas dhe kuptimet e thella që dalin nga kjo sure, që domthonë i ka 3 ajete veç. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, edhe lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sura El-Ikhlas në vëzër, sikur thash është sura e Mekës. Është përmend në, domethënë, shkakun e zbritjes së kësaj sure, se kurajshtë e Mekës kanë ardhur tek pejgamberi alayhi salatu wasalam me pyet për Allahun te barekuhu teala. Mirë, po pyetja është formuluar mbi bazën e mentalitetit të tyre për Zotin. Ata e kanë kuptuar Zotin si diçka të prekshëm, të kapshëm. Andaj kanë thonë, na e përmend prejardhën e Zotit tonë. Për shembull, nëse na viti për latin, na të gazojmë kur ka marru.
Nësë në vete për Uzan, në të kalëzim për shumë kush është i pari që ka adhuru Uzan. Në dina prejarë në zotit tonë, dhe kënarije. E hajti kalëzim zotit, prejarën ku e ka. Se qështu njerës dojnë, shmisa njerës kështu e kuptën zotin. Andaj bëjmë pyetje që ato pyetje nuk jenë për zotin. Ato pyetje jenë për shumë për krijesën. E i bëjnë pyetjet e krijesës për krijuesin. Nuk bëhet ashtu. Nuk bëhet. Prandaj shumë pyetje që janë për Allahun xhallahu ala, shpesh herë janë të gabuara. Prandaj përdesa pyetja është e gabuar, përpjekja me i dhënë përgjigje, pyetjes e gabuar del gabim. Duhet fillimisht me çmontu pyetjen, më kjo pyetje është gabim. Dhe në këtë pyetje s'ka përgjigje. S'ka përgjigje. Sigur se ka disa pyetje në jetën e përditshme që s'ka për to përgjigje. Çdo tendencë me përgjigje, ose është mashtrim, ose është mendelesi. Për shkak se nuk i bëhet kjo pyetje, domethënë adresë saktuar. Çështja e adresës nuk i bëhet kjo pyetje apo. Sikur do ta sqarojmë vijmë inshallah. Prandaj me pyet çfarë prejardhe ka Zoti, këtë ka bume. Për shkak se Zoti s'ka prejardhje. Nuk bën me pasë prejardhje. Që na ja dim. Madje edhe mos ja dikshim s'ka e prejardhje. Nga sa nuk duhet me konsina. S'ka fillim. Ata këtu se kanë kuptuar, çysh Zot s'ka fillim. Na i kem 360 qabe tonë ja u dim datën e lindjes. Mande e tjertë, kërëshit e tyne nga ehli kitabi, krishterët e jehudit. Ata din Zot e tyne ku ka lind, a ka hongur, kur ka flajt, ku ka najt, këtë e din. Për dhe me këtë logjik që ka dominuar atë kohë, kanë ardhur edhe unë pejgamber sa ti e dryshe. Ti po flet për një Zot që na detar se kena njoft. Andaj kallzona për Zotin tonë. Kush është Zoti? Ka thënë surja Kul huwallahu ahad. Ka me kul. Thuaj. Jo veç mushrikëve. Po kjo kul ka ardhur më në përgjithshme. Nuk ka thonë sikur se ka në Kur'an për shembull. Kul ya ahlul kitabi. Thuaj o i thotë librit për shembull. Jo këtu s'ka thuaj o ju. Këtu ka kul, thuaj të gjithëve. Nga se përgjigjja në surën Ikhlas është për të gjithë. Për të gjithë. Kurdo që ka dilemë besim, përgjigjen e ka në surën El-Ikhlas. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasallam të ndërlozur shpesh herë, domthon e ka përdorur gjatë ditës surën El-Ikhlas. Dhe për këtu po do të fillu edhe ta shpalosni kuptimet që dalin nga sura El-Ikhlas, pastaj edhe kuptimet të fjalëve që i ka sura El-Ikhlas. Do fillimisht kuptimet nga përmbajtja, pastaj kuptimet nga teksti. Dy binarte komente surës El-Ikhlas. Don kuptimi që dalin nga teksti është pse ka thonë kul, pse ka thonë huwa, pse ka thonë Allah, teksti. Do sa përmbajtja, kompletësurja, çfarë mesazhe, çfarë kuptime jep. Fillimisht sa i përket kuptimeve që dalin nga përmbajtja surës El-Ikhlas, mund të përmend fillimisht në aspektin e prezencës së shpesh dhe të ngjeshur të surës El-Ikhlas në agjendën ditore të besimtarit. Shumë e shpesht. E lexuar në dhikr të sabahit e të akşamit ka 3 herë. Dhikri sabahit e akşamit lexohet Kul huwallahu ahad, Falaq an-Nas. Pastaj në akşam çashtu. Pastaj gjithashtu pas namazeve, pas sabahit lexohet 3 herë. Pas drekës 1 herë, pas igris 1 herë. Pas akşamit 3 herë, pas igris 1 herë. Shikoj sa prezencë. Pastaj para se më vlajt, pejgamberi sa më ka mbledh durt, ka fryn dur, ka lezu 3 herë. Surën El-Ikhlas bashkë me surën Falaq edhe Nas e ka fërku trupin komplet mbrojtje nga Allahu xhallahu ala me këtë surë. Pastaj ka lezuar në fillim të ditës, në sunetën e sabahut, në namaz duha, në tawafi kur e ka bëu te Mekami Ibrahim. Gjithashtu edhe në namaz në akşamit, namaz në vitrit, e kështu me radhë. E shes është sura që ka prezencë të madhe. Madje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të ndërruar vëllazër, njëherë i ka thonë sahabëve, ihteshidu, mbledhuni. E kur i ka thirrë pejgamberi sahabët mu mbledh, realisht është bërë fjalë për një çështje madhore, për një lajm madh. Ka thonë ihteshidu, fa inni sa'aqra'u alaykum thuluth al-Quran.
Mbledhuni se e kam dërmen me u alezu 1/3 në Koranit. Nëse sahabët ju mbledh 1/3 e Koranit, a njëse vjen shumë, avdhen. Bjen ku e gjatë me lezu. Ju mbledh sahabët, thirrje pejgamberit alayhis salatu wasalam, u ka lezu surën Al-Ikhlas. Ka thonë, kul huwallahu ahad, ta'dilu thuluth al-Quran. Kjo sura e ka shpjegu, do më në ka venin sa 1/3 e Koranit. E pëse djetarët pastaj kanë diskutu, çka i bjen kjo 1/3 e Koranit? Të dënjerëzë kanë kuptu që 1/3 e Koranit kuptim të shpërblimit. Andaj thot, si me lezu një hatme, si 3 surën kul huwallahu ahad, njëjtë është. Pse 1/3? A që ashtu? Nuk ka që ashtu. Se me konë që është 3 herë me lezu surën Al-Ikhlas, hatme, do një bjen që ketë Koran kemi lezu, a bën, për shembull namaz me lezu 3 surën Al-Ikhlas, pa elham edhe me kry namazin, se këna bo hatme. Apo, surë Al-Ikhlas e zëvënson surën Al-Fatiha, nuk e zëvënson. I bjen që do nuk është kejtë Koran në kuptim tekstual të leximit, se ta surë ka vend e vetë dhe leximi e saj tekstual. Atëre me që nuk është e barabartë me 1/3 në kuptim tekstual, me çka është e barabartë? Në kuptimin përmbajtësor dhe kuptimor. Nga se nëse i ndajmë temat e Koranit, ato mund të ndahen në 3 tema kryesore. Tema e parë është çështja e besimit, tema e dytë është çështja e adhurimit, dhe tema e tretë është çështja e rrëfimeve, që flasin për përfundimin e njerëzve mbi bazën e besimit dhe adhurimit. Çto 3 domosht shtigje që Kurani flet për to. Atë në bazë saj 1/3 tematike përmbajtësore e Kuranit është tauhidi. E çka flet sura Al-Ikhlas? Pikër për temën më madhore, veç për Allahun xhallahu ala. Në surën Al-Ikhlas nuk ka asnjë temë tjetër, asnjë muhabet tjetër, përveç se kush është Allahu te bareke ve taala. Prandaj të ndër vëllezër, prezenca e kësaj sure në agjendën ditore dhe madhështia e kësaj sure në aspektin përmbajtësor, neve në jep një mesazh më rëndësi që me të edhe fillum trajtimin e kësaj teme sonte. Cila është e? Se çështja e besimit, temave të imanit, tauhidit, njësëmërisë Allahu te bareke ve taala, është tema boshte e epicendrës, që këtë temat me të lidhen, dhe të gjitha aktivitetet me këtë çështje lidhen. Prandaj pejgamberi alayhis salatu wasalam shpesh edhe sahabëve u ka dhënë mesazhe të tilla, madje i ka testu se a e kanë kuptuar mirë mesazhin apo jo, se cila është tema boshte e domthon gjitha temave tjera. Për këtë arsye edhe, domthon kur e ka pyetur sahabiun eju ajetin fi kitabillahi a'zam, cila ajet libër është më i madh, e ka vetë, domthon nuk ka pyetje lehtë kjo. Me vetë pejgamberi, hajt cili është ajeti më i madh në Kur'an? Tash na këtë themi se di me ka lexuar apo na ka dhaj, po ai s'e ka ditë, ai s'ka ni këtë ders. Ajo do është me kuptu në bazë të mësimeve, dhe tash çka të kumsuon ty. Çka keni pi meje, çështu i bjen, apo çka ke marrë vesh ti që më shumë ti duhet të më fokusut. Çka ke kuptuar ti? Edhe ka thonë ajetul kursi. Ajeti më i madh në Kur'an është ajetul kursia. Edhe e ka godit pejgamberin në gjoks, në kuptim të dhon knacis, ka thonë feljehni e kel ilmu e bamundir. O filan për hajt kof certifikate e dijes, që kjo është çështje i bjen. Ti realisht u certifikove si njëri i dishëm. Ti përdin çysh është puna me temat e islamit, çështja e imanit. Sot ndër vëllezër, kur bëhet fjalë për çështjet madhore, për temat e epicendrës së të boshtit, që në bazë të saj pastaj muslimanët ndërtojnë agenda, planifikojnë punë, ndërtojnë projekte të caktuara, qase kjo është tema bosht, është që jo rrallëherë, domethënë nuk jemi në vite sahabëve të pejgamberit alayhis salatu wasallam. Gjitha temat që Kurani ka folur më të janë më rëndësi. Mirë po atë ndërvëllezër, do të më kuptojë cila është tema boshte, që pastaj në bazë asaj teme i trajtojmë temat e tjera. Nga se nga njëra, duke trajtu temat e tjera, po largohemi nga tema boshte.
E tani ato tjera tema, nështë po i realizojmë, po në shpërputhje apo në distancë me boshtin. E si të në distancë me boshtin, e humb dikimin. S'ka ndikim. Për shembull ti, nëse e ke, po thon kushtimisht, telefon tash me wireless a bluetooth që punon, apo e ka një qendër ku realisht lëshon valët e veta. Sa më afër qendrës që je, ti e përdor pajisën për çka dush, ama në varësi nga qendra. Në varësi nga qendra. Nëse largohesh nga qendra, për çka do që ke pasur me përdor, s'ke me përdor. Të përfiton, për shkak se është shkput nga qendra. Dush me mbet mbrana domenit ndikimit të qendrës, pastaj përdor çka dush, ama ndikim të qendrës. Edhe na, nëse largohemi nga tema e besimit, edhe jetësojmë projekte, duhen me metsu projekte, po jashtë ndikimit të besimit, nuk do të funksionojnë. Edhe dëshmi është situata momentale e besimtarëve në botë. Ngritëm tema madhore, ajo çështje sa është më e madhe, po shpërfutje me imanin, shpërfutje me besimin. Edhe ato probleme që sot musliman kanë, ato kriza të ndrodhin vëllazër, janë dhëmshme. Po pikërisht janë për shkak të dobësisë në çit punë. Edhe nuk ka mundësi mu trajtuar jetim si duhet deri në fund, nëse ajo që e ka shkaktuar këtë problem nuk trajtohet siç duhet apo. Prandaj edhe sahabët kanë qenë njerëz. Edhe ata kanë kërku për shembull që më me dhe tema pak ma direkt, ma shpejt, ma me prioritet. A kanë lypë e pejgamberësëm? Kanë lypë? Ja Rasulullah, Mekë. E pejgamberësëm nuk e kanë ngut agjendën, se s'ka qenë tina. Allahu xhallahu e ka pritni. A ka mujt të bëhet luftë në Mekë? A ka mujt me bëhet luftë? Ka mujt? Kush ke shfitu? Se dim. Nuk e dim sinqerisht. Me qeni kur e ka pranu Islamin Omeri edhe Hamza radhiyallahu anhu, atër kanë lujt hesabet apo. Në është ta kështë të minu kërësht. Por i shku e Bujali, e Bulebi, ishin shku majret para se me shku në Bedër apo. Zdi që e kështë mendot apo. Sfaku në është ta ishtë do Mekja, për gjyst. Kitë teritori kemë na, qëtë e keni ju, që është të diqka kështë mendot. Si ka në Allah Gjallë kështë apo. Ka kërru nga ta që t'jenë përmbajtur deri sa procesi ndërtimit të besimit të funksionon që është duhet apo. Përndaj, sot të ndërru mund që një musliman të ketë njëtën e ti një orientim të caktuar, një projekt më të caktuar, i cili nuk i shërben direkt roli që e ka ndonjë, qëllimit të krijimit nuk ka mundësi me konë funksionale. Ajo është adhurimin dhe Allah të vartala. Adhurimin dhe Allah të vartala. Që një shamë konkret mos me zgjallë këtë temë shumë, me kalu të pikat e tjera. Pse ka pejgamber që vjen di gjykimit edhe askur se kanë ndjekë? Që ka me mane, a hetë su konë binca? A heqa? A hetë su konë oratora? Që ka me mane? A ka hadith? Jeti nëbi, wa lejse ma'ahu ahad. Vjen pejgamber, as kush heq, as nja. Bile gruja heq, bile fmiu heq kërkush. A o që ki sukses shumë? Në matjet materiale, jo. Nuk është. Ka munguar të rria me siguri, ke pas në gutim, është dasht një komunikim pak më cilësor, është dasht, këto janë që dosht mi analizu pejgamberin dërum, se pa mund shme kur më zbëndgu, apo? Mirë, pejgamberi të ndërum vazër, që kur se ka ndjek, apo? A ka mujt me bo me njek dikush? Qka më mërmanja? Po ka mujt. Krejt ka mujt me bo me njek. Po tani është dal nga rreth i valve, apëtën. A i ka dasht ata me artë e valët. Jo a i me shku atje ku s'ka valë, apëtën. Sa ata e kanë thirë, hajde të na që ka, që ku tonë ku jemi që ka bashkë, që a përrin vetë atje. Kënë hajde një këtu, se këtu e rrugë valët, apëtën. Ja, atje zvim. E ka më me thonë, po dalë të ata atje, edhe ishin arme një 200 vjet isha arë, apëtën. Për jo, ose. Kër del nga boshti, sa më rëndësit e një sa të vinë, se së të vinë kur gjë, apëtën. Të vinë
masa kur të vinë të valët, a mëse masat nxjerr për i valëve s'dujnë kur që dunjoja me të një kapëtën. Që kjo është koncept me rëndësi, kapëtën. Që njerëzit se kuptojnë të turmat e të masat, apo e shpesh ndërtojmë ka njerë ndoshta po më kushtimisht politika të natyrës çfarë të koftë, qysh e lyp masa, qysh lyp njerëzit apo. S'pa ku me një fjalor, me një agent, me një çka caktuar, edhe pse dalim nga strumbullari i parimeve që kena besuar to deri dia ato. Atëre që kjo është rregull me surën El-Ikhlas, jo nuk ka rregull apo. Sura El-Ikhlas tregon se me 10 herë gjatë ditës kujtoja vetes se dushminet mrena valve, kul huwallahu ahad, që të rri. E tani, suksesi i cili nuk nxjerr për i valve është sukses. Arritja që nuk nxjerr për i valve është arritje. Turma që të ndjek e ti mrena valve është sukses. Ketën kanë kuptim. Dalja nga adhurimi. Prandaj të ndërvozër, pejgamberi i Allah që s'ka me të kurkush, se ka njek suksesin. Jo, e ka njek adhurimin. E ka njek ibadetin. Adhurimin e ka njek. E ka thonë, unë e për njek adhurimin, ju njek një mu që e me ka adhurimin. Atë s'ka ndashtë të konë, shkoj vetune. Prandaj adhurimin është më rëndësi, ibadeti. Nëse për shembull të ndërmjet vëllezër, mirë me një çështje madhore të islamit, me një muslimanëve dikon. Për shembull, ose me përmirësu dikun një gjendje të caktuar. Edhe aktivistët e kësaj fryme, që mirë me këtë projekt madhor, apo ju ik namazi, në zonë të shkip dihma, për shembull ato. Ju ik namazi. Pastaj çfarë tu përzi ka pak me zveti burra e gra, habitin ka hera apo ndaj çfarë ka pak apo diçka, apo ama muslimanët funksion. Projekti me sukses. Amra në valve është valve. A i duhet muslimanë qasi aktivizmi. Ata kanë përfituar ata tjerë, barkun e kanë ngri, a Muhamedit nuk ngrit ata. Sa aktivistët që dash me ngrit, bashkë me ngopjen, kanë raptën. Prandaj neve na vjen ata që sa më aktiv janë, më devotshëm. Çka më rëndësi? Çka më rëndësi? Ti je aktivist në rrugt të Allahut xhel xhelalu, ama ka harru kur ka fal namaz me xhamat. Ka harru kur ka fal sabah, no Allah hoqti me sabah me xhamat, na umeti, jo vallone që të kam ala, unë ala të sabah jam. Unë ala ngjej sa vin sabah, hala që ty metun ato. Nëse për ju e së më rëndësi namazi me xhamat, vazhdani ato. Ama për mua është më rëndësi, është tregues i madh. Po, nga se sahabët kanë thonë, munafikat i kena njohur sabah. Na çfarë kena ditë kështu me neve, kurse me neve ato. S'jam të dhon kur s'vjen që është larg asaj. Por a kam dhe me posë si matëse? Po kam drejtë vëllap. Andaj, sura El-Ikhlas këthen në piqender, në bazë. Sa ardëm haruti këthau të kul vëllahad. Që ka baza jam apëta? Pse Allah ka honë? Pse për shamun na dalojmë djetarët e umetit tonë? Dalojnë për këtë djetarëve tjera apëta. Në umetin musliman të ndërëzër, të muslimantë, djetarët, me përashtime të vogla, s'po flasë, po në esencë, në shumicë totale, gjatë gjeneratëve, a janë ma të devotshmit, a ma të prishtit. Meri ulemat të këshyri, apëtën. Meri ulemat e tjerë, apëtën. I përmenë Kurani, apëtën. I përmenë Kurani. Nga lej grupe, klereket e ty në fetarë, djetarët e kështu më radhë, jenë ma të korruptuarit. Apo, jenë ata që fen e ka ndru për interes aty në personale, për pushtet. A janë dëshmite qalla qëtu? A është historie para nesh? Apo jem të fulin diqka që po thuni ku e ke pru? Dijet kjo punë, Allah. Dijet kjo punë. Prandaj të ndrodhe vëzër, na që kështu e kemi, një djetar do me kontribu për fejtë Allah, gjellë gjellë do të me këmbrena valve, i devotshëm, i sjellshëm, i edukuar, ka frikë Allahun te barekotala, apo tani fjallat i kanë ndikim. Mirë po, e përgatit dersin, edhe mas dersi shkon lunë bastore, apo, të na që kjo alim nuk ka mundësi mes për para, apo. Të tjerë të ecë,
A ka mundësi me ec, se më rëndësi që a lundi, më rëndësi, të na nuk shkëm kështu. Të na kime konë, pe matë mirëve, ti si musliman, shemë për tjerë, e kështu më radhë, ose nuk jep Allah bereqet. Nuk jep Allah bereqet. Për shkak se kjo është feja Allah xhallahu ala e ndërtuar mbi besimin në dhurim. Pra e të ndërëzër, nëse mirë me temat e boshte që shduhet, nëse kullu Allah e hadhë në edukon, dhe në frimzon, dhe në formëson e edukon për aktivizm të duhur, atëherë, ne letë e këna mu bashku. Letë është uniteti. Ma kalaj se më u bo musliman bashkë nuk ka. S'ka ma kalaj. Veç duhet me ngu surën l'Ikhlas. Po, me ku bo bështë besimin Allah në gjellë ora, kuptimin e besimit, kërkesën e besimit, e që aty mrena vare më usilë. Kalaj e kimi pasem. A ka pas më spajtimi kone sahabeve? Ka pas? Ma sahabeve? Ka pas? Apo? Kam pas djetarët e me dhebe dyshme më spajtimi? Kam pas? A është për ty kjo, pas taj në përqarje edhe në degadenca, apo zhvillim? A zhvillim, ma dje ka inicu debate shumë të pasura, që pe atyme debate nga të thesarët më dhejtë kuptimit fesë. Dhe pësët shumë pajtu. Po sot mos pajtimi, që ka në kuptan? Detyrimisht të ndamje, detyrimisht mos pajtim, detyrimisht mos bashkëpunim, detyrimisht. Prandaj të ndërvozër, që kjo është surja Ikhlas me në mledhë? Si nona që i mledhë bitë e vetë rëdhetja, po? Edhe, sa që më prind gjallë, fëmijët nuk largohen atë. Prandaj, nëse ka tema boshte madhore, që jemi unik, kanë me unifikuar temat. Nëse s'na unifikojnë temat, nuk kanë me na unifikuar projektet. Pa mundshme. Për shkak se ti e bën diçka të madhe, unë them, ja, kjo s'është më rëndësi apo. Apo, çdo të fillon me spajtimin, e tutje. Cila është tema jote më e madhe? Çka është për ti më rëndësi? Apo, nëse ka tema madhore, të ndërvozë, çka ka? Ka mesatare. S'ka ekstremizëm, s'ka teprim, s'ka mundësi me pas. Se nuk e rrit një punë, e të një atë punë me atë e një kejtë, kush s'merë në pjesë, në qëtë betej, kejtë e një të shqitër munafika. Normal, e unë e thëmë së që ashtët, se unë e mënej që të të më konë qëtë betej. E të një, normal që ndodhin edhe teprimet edhe ekstremizmet e ndryshme, atër ti e qafer, e ti e fjallë që farë dhe ku, pëse është shput nga boshti, i qasaj që aj nemën saj i qërtën tjertë. Të hujtë nuk është me shajt dikën. Të hujtë nuk është me qitë njerës për feje. Të hujtë është me majtë vetën në fejtë one. Ti këshyre vetën, a je me ti në fejtë, që ke përëndësi? Ti a je me të në shkëmbin e duhur. Që ati a jeti apëta? Jo vetë karshit, kushtë të ku e i këshyre tjertë, ku e në me të apëta. A në surën l'Ikhlas në bashkën, në këthen mesatare, në jep mundësin e përdorimit të masave korrekte të drejta për korrigjimin e vetvetes dhe vlerësimin e punëve tona. Me çfarë e matim, a i na shku larg, a ka sukses, a s'ka sukses, a ka dobi ky projekt, a s'ka dobi, me çka e matim? Me çka e matim? Me çfarë? Me surën Ikhlas. Për shembull të ndërrozë, nëse na për shembull kemi një aktivitet me një vend caktuar, apo kemi një aktivitet me vend caktuar, edhe 10 vjet aktivitet. 10 vjet aktivitet. Mëra që 10 vjetëve, shumica dërmuese e aktiviteteve kanë qenë, do me thonë, të ndërtuara mbi bazën e plotësimit të kërkesave të njerëzve, që me i binë me ardhë. E ata halasin ardhë. E na po presim kur të vinë, ne ju thujmë të një që këna pasë mjë thonë, që 10 vjetëve. Kështë zvinë, Allah. Ju buna lojna, ju buna ping-pong, ju buna futbal, ju buna kështot, dalim piknik kejt, a ju ke thonë që ka duhet, halasëm për i thëmë se s'ju në afro mirë, apë. Po mirë, e kur kemi ju thonë, Allah. Andaj, me qëka e matëm na? A duhet mja bojtë? Duhet me matëm me? E kanë marrë vesh. Pejgamberi Sikari ju ka thonë, o abudullah, Allah në dërënë. Pastaj qërte juridike, po shkujmë graduale, ama duhet me kuptu se Islami që kërë për tina. Surë e l'Ikhlas, që kjo është zotë jam? Që kjo është zotë jam?
Me kuptu Allahun xhallahu ala, me njoft Allahun xhallahu ala dhe me njoft pejgamberin alayhi salatu wasalam. E shembuj tjerë shumë që mund përmenden, por që nuk është tash koha e kësaj. Prandaj sura Al-Ikhlas na mëson bazën dhe temat e epicendrës me sa mundemi pastaj të unifikohemi, të bashkëpunojmë, të ecim përpara, të zhvillohemi, të ngritemi, të matim vetën ka po shkojmë e kështu me radhë. Gjithashtu të ndërruar vëllezër, prej çështës që mund të marrim nga sura Al-Ikhlas është se Allahu xhallahu ala në fillim të kësaj sure, domethënë para se mi shpalos temat e surës, Allahu tha kul, thuaj. Dhe mas kësaj nuk tha kujt mi thonë, që i bjen të gjithë dhe thuju. Që i bjen se këto temat e surës Al-Ikhlas janë për të gjithë. A je me profesora, a je me mjek, a je me të rëndëmt, a je me njerëz, mësus, me këndo që je, apo këtu e në tema. Që me ta lërë shumë biseda, lërë shumë që le temën. Normalisht, formulimet, shembuj, duhet i përshtatën nivellit e njerëzve, ama tema që kjo është. Pastaj, a ka tema që nuk mune me i qilë me gjithë po ka tema. Përshka këtë kësë kuptan, nivelli këti, po, temat e tjera. Ama tema e surës Al-Ikhlas është temë që duhet me të gjithë me hapa. Me gjithë. Ajte, ndërru vëzër, nëse, për shambull, me njerëz nuk e qilim temën e tauhidit se Allah i vetmi që meritën të adhurohet. Apo, se Allahu kush është? E çfarë temë kanë me që me ta? Me çka këna me ndërtu komunikimin dhe me aktivizu projektin e thirrjes në njerëzve nëse kemi hezitim në tauhid. Nëse kemi hezitim në njëshmërinë Allahu te barekuhu teala. Në çka? Dhe kol gjithëve thuju. Kjo për këtë tim vallahi këtë bota ka nevojë. Krejt me të mbledh me profesora, me doktora, me shkencëtar, me krejt ka nevojë me ditë kush i ka krijuar dhe çfarë obligime ka ndaj tij. Ka nevojë me njoft Allahu xhallahu ala. Krejt kush është ai i cili nuk ka nevojë me njoft Ahad, As-Samad, Allah, Lam Yalid, apo kush? Krejt bota ka nevojë për emrin Allahu As-Samad. Krejt. Wallahi shumica e vuajtjeve në botë së djam për shkak se mungon emri Allahut As-Samad në jetën e njerëzve. Me njoft As-Samad që duhet. Shumë probleme zgjidhen. Orientimet e njerëzve pastaj marrin kohë tjetër. Organizimi i jetës bëhet ndryshe me emrin Allahut As-Samad. Prandaj të ndërrozë Allahu kul, mos hezitoni, mos u turpnoni, mos neglizhoni, mos u kompleksoni, mos. Falni për Allahun te barekuhu teala. Falni nëse për Zotin xhallahu ala. Kallzoj. Pejgamberi alayhi salatu wasallam çdo mjedis ju ka folur për Allahun te barekuhu teala. E për temat e tjera pastaj normal. Që shikon modit radiallahu ta'ala anhu. Ti përshkatën i popull ehli kitab e para thirri në shahade, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pastaj thot, nëse ata të besojnë të njëkin, thuje për paskotën e namazit. Ani, mund të ketë vonim pak në disa obligime. Nëse je angazhuar me ndërtimin e bazës, në mënyrë dinamike dhe aktive me udhëzimet e fesë, me udhëzimet e fesë. Nga se gradualiteti të ndërruar qasa graduale, që thojnë nësot duhet gradualisht në vapër. Gradualiteti është parim fetar. Po, mirë po, kush e përcakton dinamikën e gradualitetit? Për shembull, dikush mund me thonë, për që tem, atë një 3 vjetë unë se kësha qele, që po thunë ju. Po da unë menoj edhe një 5 vjetë jo, ti që po dhjallë unë e kësha qele nesër, apo? A, është që debati për gradualitet? Gradualitetin në thirrja, o që shtut debat mes neve, në sahabet, o që shtut, kush e përcaktan, mbi çfarë shtylla ndërtohet gradualitetin thirrje, mbi çfarë shtylla? Mbi 2 shtylla kryesore, mos harroni. Mbi 2 shtylla kryesore ndërtohet gradualiteti. E para është mundësia me standardet e shariatit. A është e mundshme fetarisht? Po, ec. Sa është e mundshme me standardet fetare? Prit pak, po fetarisht mundësia. Dhe e dyta, interesi, maslaha, dobia fetare. Nëse e inicoj dëmi më i madh dobia nuk foli. Po dëmi e dobia mi bazën e kujna fes, jo interes personal.
Për gradualitet ndërton mbi bazën e mundësisë dhe interesit, që të dyja me standardet e shariatit dhe shpalljes ato. Ama jo. Fetarisht ka rregulla, kur një veprim, nëse e shkakton një pasojë, konsiderohet i dëmshëm, kur ka rregulla për këtë. I matëm, vlerësojmë ecmë tutje. Po jo na me imagjinu rregulla, pi vetes tonë, na me thonë, apo. Pastaj sa lehtësime t'i bojnë njerëz për fenë Allahu xhallahu te barekallah. Jo, këtë temë njëre nuk e qilëm një temë, jo pse tutëm. Se s'ban me pas frikë. Nuk ban me pas frikë. Frika nuk është arsye. Për me arsyetu ndryshimin e fesë, larg asaj. Po, temi gradual, po, me bazën e asaj që shkruat dobi. Nëse e lëviz këtë temë, shkakton këtë pasoj, fetarisht ke bëjt dëmë ashtu se dobi. Nuk e inicoj për shkak se fetarisht, po bëjt dëmë. Jo, personalisht po bëjt dëmë ato. Edhe çështja e mundësisë. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah se ngarkon askën për të mundësive. Prandaj në Allah tha, kul, thuaj, përhape, fal për këtë temë. Kudo që t'jeni, falni njerëz për Allahun te barekutaala. Po jo mi folni për Allahun xhallahu ala, Allah na ka kriju, andaj ti duhesh për tjera u largu. Prit pak apo. Mësoj kush Allah xhallahu ala, bënë me dash Allahun te barekutaala. Bënë me madhnu Allahun xhallahu ala. Lidhe me Allahun te barekutaala. Pastaj kur funksionon lidhja, edhe madhnimi vjen në nështrime. Kjo rregull do të mos pari me lidh me Allahun te barekutaala. Pastaj më jamur zëm madhnim e pastaj funksionon në nështrime. Këto janë tri shtyllat e funksionimit të imanit që i kemë përmend atë seminari për imanin. Lidhja, madhrimi edhe nështrimi. Kur këto trija janë funksionale, përmes tyre pastaj funksionizojnë gjitha pritjet e tjera të imanit, që i ka përmendur Allahu xhallahu në Kur'an dhe pejgamberi në hadithe. Pa i thuaj njerëzve kush është Allahu azza wa jalla, thuaj kul huwa Allahu ahad. Ni Allahun te barekutaala, me emrin ahad samad. Falju njerëzve për Allahun përmes surës, përmes ajetul kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Fal, çka është thirrja? Çka është mësimi? Që njerëz me dashur Allahun xhallahu ala, me manu Allahun te barekutaala, pastaj para zëri u bindëm dhe më unë shtruap. Çështja tjetër të ndërrozur është se e përmana se sura Al-Ikhlas ka orë përgjigje për të gjitha dilemat e besimit. Të gjitha dilemat e besimit. Dhe përmana fillim, si aludim këtë, e këtu për e dojnë si kuptim të veçantë. Nga kuptime që dalin nga sura Al-Ikhlas është rënimi i dilemave. Dhe sura Al-Ikhlas të ndërruzër në apë me kuptu se dilemat e njerëzve rreth Allahu te barekutaala dhe problemet me besimin kryesisht janë të, me thonë, ushqyera, janë të motivuara nga dy probleme madhore. Nëse njerëzit që dy probleme madhore i eliminojnë, këtë pyetjet e gabuara kanë me ra. Përderisa çto burime janë aktive, kanë me prodhu në vazhdimsi pyetjet të pakuptimta, të gabuara për Allahun te barekutaala. Sura Al-Ikhlas i raton këto dy. Sa të këto dy? E para është ato që esenca e devimit është krahasimi i Zotit me njerëzit. Krahasimi, pse? Që është krahasimi i Zotit me njerëzit? Të ndërruzër, njeriu, mbi çka i ndërton kuptimet e tij. Mbi bazën e shqisave, apo mbi çka e ndërton për shembull kuptimin çka i bën kon omël. Shijes. Me çka ndërton kuptimin e asaj që për shembull është e kuqe. Shikimit. Shqisët e tij janë ato që kur aktivizohen, po thith një informata, mbi to ai ndërton percepcionet e tina. Tani, këto percepcionet e tina të thithura nga shqisët e tij i shërbejnë për me kuptu ato që nuk e din, duke bërë krahasim ato që din. Që të bën njerë ato. Për shembull, mi thonë njerët, e kërëbim kërën një shpi, a një ishme e modë si që ka pasa qësi, apo, se duhet me pas një krahasim, pa tjetër, diqka.
Ose për shembull e njohim me metra kator. Po mos me kon metra kator, nuk e di sa është e madhe. Shumë e madhe, shumë e madhe. Po sa burr, o valla shumë e madhe. Nëse shumë e madhe për ta i bën 200 metra kator, që ky kur mi 50 si ka pas. Ama kur diku që ka shtëpinë 500 metra kator është shumë e madhe, tani kupton që 200, ai valla s'ka ka madhe. Për shkak se njësia madhe ka dalluar. Në njeriu gjithmonë ka gabu me Zotin, kur ka dash Zoti me e nënshtru rregullave të kuptimeve të tij apo. Nuk duhet me të kuptu që unë e kuptoj. Nëse të kuptoj që unë e kuptoj të si ekziston ti më. E çu kështu. Po. Sigurisht e puna e sherrit. Puna e të keqes që ndodh në botë. Për shembull, po vrojnë njerëz po desin unë apo. Unë o Zot, duhet më kallëzu ti mua pse që ta njerëz s'min iman. Si s'm kallëzon ti mua s'besoj. A është logjik? A logjik kjo? Domthonë nëse ti s'm kallëzon o Zot, arsyen. Pse s'in iman që ty vetë të rriturve? Unë e konsideroj se ti nuk ekziston hiç. Se ti më ekziston kisha kallëzu. Çfarë ndërtimi pa logjikshëm, apo thon? Prandaj krahasime me tjerë. Krahasim me ato çka din. E këtë krahasim pastaj e bart edhe në besim, e bart edhe pastaj në gatishmëri për nënshtrim. Zoti din, po krejt. Diçka di edhe në. E krahason me vetën e tij. Te kaderi, qysh ka mundësi Allah me dit, e mos më kon imponim. Po ti se kupton këtë Allah, po kupton? Ti don me zbrit Zotin menjen tonë me ta kallzu qysh e din para se me bëva kia. Se ti nuk e din para se me ndodh, çka ka më ndodh, ti nuk e din. E pse ti nuk e din, a Zoti s'mund me dit, se ti nuk e din. E donë atëre se besoj heq atë. A kupton krahasimin? Krahasimin, çu krahasimin? Me Zotin, unë edhe Zotin. Pastaj të ndërvozër, njeriu realisht ka dasht që gjithmonë Zotin me pa. Me pa. Nga se kur shet diqka, krijon raporte më miqësore me te, se kur se shet. E pa përsham me dikon që jema i afer, që jeni ma shpesh, jeni ma të afer, dikon që se shet me kod gatë, fillon kada ka dalë edhe, dhe më thonë, që shtot e populli, sa ma largë syve, fillon me kod e ma largë zemrë, sa përën. Kjo është e zakonshme normale. E me pas nga të syve dhe, nga të zemrës, ka dosh me bo dhe nga të syve. Po kjo regullit, andaj kanë bo skulptura. E kanë thonë, na si adhurim këta, po ato që mrena këta. A më veç me pa që shdo këtë ka pak, te prejkum ka pak. Krahasimet. Do në që kjo krahasim me Zotin të bartëra, që ka bo me përgjasu Allahun me krijesat. Me përgjasu Allahun me krijesat. Pastaj kjo tendencë përgjasimit të krahasimore me njerëzit, me krijesat, ka sjellë probleme dhe mrena rradhët muslimanëve në deformimin e cilësive të Allahut, mohimin e cilësive të Allahut azza wa jall. Pse nëse themi kështot, edhe njëri është kështot, nëse lej këtu Allah. Na pohojmë për Allahun çka ka punë për vetën e tij dhe nuk him në dilemë atë përgjasimit. Për shkak se start këtë dilemë kena kryer. Themi për shemb Allahu dëgjon. Po njëri dëgjon. Se kam këtë problemën, ai dëgjon që takon Allahut, se o Zoti, unë dëgjoj që këm krijesa. E kryj këtë punë shumë thjesht. Allahu sheh. Po njëri sheh, ju përgjason jo. Nga se shikimi Allahu xhallahu është krejt tjetër për shikimit njerit apo. Këtu kemi veç përgjasim në shprehje, ndërsa krejt në kundërtën pastaj mas shprehjes ato. Veç me kuptu ti se edhe Allahu sheh. Çikaq. Është për të fjala sheh. Ndërsa çysh Allahu sheh. Se kupton ti këto kur ato. Tash për me kuptu që Allahu sheh, a është kusht për me pranu? E nuk është kusht. Nuk është kusht. Andaj kjo problem. E këtë problem e largon kush? Surja Al-Ikhlas. Apo kur Allahu thot Kul huwa Allahu ahad. Thuaj Allahu është ahad. Ahad këtu e ka kuptimin, nuk është i ngjashëm me të askush. Sigurisht se ka edhe fundi apo. Është me një shprehje tjetër, në fund me një shprehje tjetër. Allahu Samad. Apo i bën që të gjitha krijesat, çu kam shpjeguar emrin Allahu Samad, e lutin Allahun te bartola
kanë nevojë për te, ai s'ka nevojë për kërkan. Apo, nësot i gjesh me ta askush. Përse ta? Dhe problemi i dytë është, do me thonë, mveshja e mangësive Allahu te bareke ve teala. E para, dilem, krahasimi dhe tendenca me logjikën e ngushtë me kuptu madhësinë Allahu te bareke ve teala, kuptim konkret dhe material, dhe e dyta, mveshja e mangësive Allahu te bareke ve teala. Mveshja e dobësive Allahu subhanahu wa taala. Si për shembull, mi thonë Allahu ka fëmijë atë. Allahu ka djalë, Allahu ka gru, Allahu ka shok, Allahu ka evlija që i nimujnë, ka fraksione muslimane, që thirë në mëndë islamit, apo që menojnë edhe bindun që evlijat e tyne realisht udheqin me planetën kosmos. Edhe ato vendosin, pavarësisht konsultimit me Allahun te bareke ve teala. Kësi bindesh kanë ato. Kjo është realisht emet. Nëse Allahu ka nevojë për ndihmtar, është emet. Së Zot ai mua. Pastaj për shembull çështja e dijes së Allahut, çështja e urësisë së Allahut, sikur se kanë pyetën te kjo. E çështja e tjera këtu më radh kanë qenë probleme madhore në formimin e kuptimit të duhur të besimit të njeriu në raport me Allahun te bareke ve teala. Në çështja që e trajton sura El-Ikhlas, që është duhet e rënën edhe çështën e krahasimit, edhe çështën edhe përgjasimit, edhe çështën e çfarë tendence me vesh Allahu te bareke ve teala, domethënë shok. Edhe në përmbledhjen në fund të ndërkohë se këto këtë ishin veç kuptime. Tani do të vazhdojmë në dersin e ardhshëm në shkoqitin e fjalëve të surës El-Ikhlas, një nga një apo inshallah. Në shërbim të fuqizimit të kuptimeve që se kam herë. Sura El-Ikhlas në aspektin përmbajtësor, në aspektin përmbajtësor sura El-Ikhlas ka pohim dhe ka mohim. Ka pohim dhe ka mohim. Kul huwa Allahu ahad, Allahu samad është kul huwa Allahu pohim, ahad pohim, samad pohim. Pohon tri cilësi madhore dhe emra që ka Allahu azza wa jall. Pohim. Lam yalid, nuk e ka lidh në askan, o lam yakul lahu kufuwan ahad, nuk është me të ngjashëm askush, është mohim. Që kjo është feja jonë. Ka pohim edhe ka mohim. Apo ka besim edhe ka mos besim. S'ka mundësi veç besim me pas. Apo kur kush nuk është mos besimtar. Këtë në besimtar, veç dyshysh besojmë në mënyra tona. Jo valla sa ç'është apo. Jo, ka besimtar dhe ka mos besimtar. Ç'është të feja jonë apo? Ç'është të feja jonë? Që ta Allah tha kul ya ayyuhal kafirun. Çfarë të kjo punë? Na s'ka këtë lojna, kjo feja Allah është apo. Apo ka shpërblim dhe ka dënim. Jo veç shpërblim, jo xhenet më apo njerëz të krejt. Jo ka dënim. Dikush në xhenem ka më shku. Allahu mos na bof neve, ama dikush ka më shku që atje. Se për dikon u marrua xhenem. Edhe u kriju. Ama duhet një murujt mos me konaj, mos me shku pyetjena. Se dikush ka më shku. Prandaj biçet bazë ndërtu edhe fjala la ilaha illallah. Ka mohim edhe ka pohim. Andaj në Islam ka besim dhe ka mos besim. Ka dënim dhe ka shpëlim. Ka dashuri dhe ka urrëtie. Krejt si dojmë. Qysha ka një që urrëni, po valla. Po. Ata që na kanë vrarë, na kanë ngrije, na kanë veç mos me pamujt, na kishin shfarros. A i dojmë? Po tash kur të këqysh krijesat Zotit, na s'bën me qenë me urrëtie. Jo valla, bën edhe fort me kon me urrëtie. Shme dasht armikën e Allah, shme dasht ato që ka të me të shfaros, natë e ditë punan me të aprish kej qakia, s'kursen asë një mjetë me të shkatru, me të pengu e na, do të me konë dashamirët. Jo, Allah, kjo është mashtrim. Allah, kjo është utopi, që njëri një dvec mund marit kur Allah. Kjo është mashtrim. Kjo është mashtrim. Krejt ata që e përmovojnë dashnin pa regula, apo, e ka njësë këtë tem nga parimi u rejtjes. Mos harani, se edhe dëshmuat pastaj. Edhe dëshmuat. Ke pa njerës të rojnë, na duhet me të liru mendimin ryshe, na bën, atë një kur bëjnë libra, apo në din temel që ka të rënë apëton. S'len me në ryshe të një, që kështu dëshme konti. E ku ke që i thej didje? Pra dajte, na musliman duhet me tu me realitetin, jo me ondra, jo me imaginata.
Kjo botë e respekton të fortin. Apo kupton? Nuk je i fort, shkelesh. Dashnia e trandafilat janë kur je i fort. Tani edhe kur je i fort ekonomikisht, e shkencërisht, vallahi dhe trandafilit tani vjen era mirë atë. Kur je i dopt të fukara, vallahi si vjen parfim më të mirë në dunjë me pas si vjen era mirë. Diçka parfim i lirë është. Pse? Fukara je vallahi. Forcoj ekonomikisht, forcoj ushtarakisht, forcoj me dije, me shkencë, forcoj raport me Allahun xhallahu ala, i vjen era tani edhe këpucave të uapa. I thonë era mirë është, pse edhe? Ashtu të është atë. Ama me jetu mbi botën e ëndrrave, se kush na solën neve. Na duhet me dash botën, na duhet me paqe mërnua, po? Këto janë të ndërvozën çështje që duhet mi kuptoj që duhet. Muslimani nuk nxit lufta, nuk nxit urrëtie. Mirë po. A paramendon se dikush o rënd po? A paramendon se dikush ka mundësi me sunu po? Valla, e është i gatshëm. Edhe i përgatitëm për situatë. Mi përmetune për ondra e imaginata që nuk janë reale, nuk bota së funksionon që ashtu, pas në xhenet, është mashtrim i llojit vetë. Në sura Al-Ikhlas ka pohim, edhe ka mohim, do ka dashni, edhe ka urrëtie, ka miq, edhe ka armiq. Dunja që çdo është. Duhet me ditë kush janë miqtë tu, kush janë përkrahësit tu dhe kush janë ata që punojnë natë ditë me të shkatëruar, me të prish ty, familjen tonë, vendin tonë, keq ka ki. Me ditë njëri këtë punë. E këtë koncept të kësaj ndarje në dysh të botës, fillimisht pastaj në 3, 4, 5 kështu me radhë, këtë koncept me rëndësinë e mëson surja Al-Ikhlas. Në fe ka edhe obligime, farz, po ka edhe vullnetare. Ka halal, ka edhe haram. S'unë me mshef haramin, haram është Allah. Po edhe këtë haram s'unë i bujmë, se ka edhe halal. Prandaj, ka halal, ka haram. Don ndarja në dysh. Edhe e fundit të në këtë aspekt, në përmbyllet të kësaj, Allahu te barek o taala e ka përfundu Kur'anin me surën Al-Ikhlas. Në çfarë kuptimi? Për shkak se emri Allah është përmend në surën e parë, në Fatiha, apo? Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah është përmend në surën Al-Fatiha. Dhe është përmend në surën Al-Ikhlas në fund. Ma surës Al-Ikhlas është përmend emri Allah më. Në Falak edhe Nas është përmend Rabbin Nas, edhe Rabbil Falak. Allah është përmend më. Domthon me surën Al-Ikhlas realisht udhëzimet e dhura për adhurim dhe ngritje përfundojnë. Surja Falak edhe Nas janë surë që tash të mësojnë të keqen e shirin me mbrojtje surën Al-Ikhlas. Në çfarë duhet me kon janë deri te surja Al-Ikhlas. Prandaj surja Al-Ikhlas në vëllazër është një lloj, me thon prezantimi i krejt Kuranit. Ti lexon Kur'an, maniç sa mirë, kush e ka bëu këtë, kush e ka thonë këtë, çka ka thonë këtë, ç'a më bëu, atëre ka shik ti që na ka thonë ç'a më thon, vjen sura Ikhlas këtij përmbledh. Ky është Allahu, emri që përmbledh të gjitha kuptimet e adhurimit dhe nënshtrimin te Allahut mënduar. Ç'kjo është Allah. Dërsa sura Falak e Nas, që kam shpjeguar, janë sura që flas më tepër pastaj për sherrët që ti dush më rujt për ty në veç. Ndërsa deri te sura Al-Ikhlas janë kuptimet të cilat e ndërtojnë adhurimin dhe nënshtrimin ndaj Allahut te bareke ve taala. Prandaj sura Al-Ikhlas duhet me kuptu si sura që e ndërton edhe besimin që deri më tani këtë dersi ishte për këtë, por edhe për fund e ndërton edhe konceptin e adhurimit ndaj Allahut mënduar dhe gatishmërinë e parazerë dhe të vazhdueshme për t'ju bindur në Allahut te bareke te ratë që ka kërkuar para surës Al-Ikhlas. Kjo sura Ikhlas në fund e ka përmend Allahu xhabarta, këtë ato urna, kërkesa, ndalesa, këtë shpjegime që i keni dhënë deri më tani janë pikujna. Huwallahu ahad. Pe Allah që është një dhe nuk ka shoq në asnjë çështje të kësaj dunjaje, e dunjas tjetër e botën me këtë tjera që do ta shpjegojmë pastaj thash detajisht inshallah në dersën e ardhshëm. Në që këto kuptime janë mjaftueshëm të përmbledhura për hyrje në detajizim të surës Al-Ikhlas. Janë kuptime të rëndësishme që sura Al-Ikhlas i ka në përmbajtje të saj, po si sure, po edhe tjetër mos harroni, i ka edhe si kuptime prezentuse të Islamit, çka është feja e Allahut dhe në çka ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam.
Ky është Allahu jon, dhe këtë Allah e adhurojmë, dhe këtë Zot e lutim, dhe njerëzit i ftojmë te ky Allah. Çka është porosia jon publike e pafshehur. Jemi të bindur se Allah është i gjithdijshëm dhe është i vetmi që meriton të adhurohet. Prandaj në këtë drejtim nuk lodhemi, nuk ndalemi, nuk zbrapsemi, edhe është mesazh i pejgamberëve që të mbetemi stoik deri në momentet e fundit. Allah na e pasur zemrat nga gjithçka që e njollos apo e ngarkon këtë besim, na mundsoj që të kemi besim të pastër, të kulluar si sura Al-Ikhlas, dhe na mundsoj që të jemi sebeb që të tjerët të pastrojnë zemrat dhe mendjen tyre nga çdo njoll e besutnive dhe ndërcyreve të tjera të besimeve të kota e të kthehen në besimin e pastër në Allahun te bareke ve teala. Kaq për sonte. Allah na takon në halet mira në dersën e ardhshëm. Wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katira.